Me një kufi prej 830 miljesh me Rusin, nuk është çudi që Finlanda i kushton vëmendje të madhe planeve ushtarake të Moskës. Kryeministri finlandez Petteri Orpo ka paralajmëruar se paradoksalisht paqja në Ukrainë do të rriste kërcënimin potencial për NATO-n, pavarësisht nëse siç pretendoi Donald Trump, bota është më afër tani se sa ka qenë ndonjëherë. Një marrëveshje e paqe për Ukrainën, kurdo që të ndodh kjo, Rusia do të jetë e lirë jo vetëm të kthejë shumë nga trupat e saj në pozicionet përgjatë kufive të saj me NATO-n, por edhe të ecë përpara me plane ambicioze për të riarmatosur dhe zgjeruar ushtrinë e saj. Aktualisht, lufta ka angazhuar ndoshta 95% të forcave toksore operacionale të Rusisë, nga marinsat e caktuar në flotën e paqësorit deri tek trupat e specializuara të luftës në Arktik, tek brigada e 200 e motorizuar e gardës. Njësi nga e gjithë Federata Ruse u mblodhën me dëshpërim për luftën, kur u bë e qartë se pritshmëria e Putinit për një fitore të shpejtë dhe pothuajse pa gjakderdhje në vitin 2022 ishte shumë larg realitetit. Shumë nga këto njësi tani janë vetëm një hije e vetvete së tyre të dikurshme, ndërsa të tjerat janë rikonfiguruar. Për shembull, brigada e 200 është zgjeruar këtë vit në divizionin e 71 të gardës, më shumë se sa thjesht urgjencat e konfliktit në Ukrainë. Këto lëvizje paralajmërojnë edhe një plan ambicioz për zgjerimin pas luftës. Në fillim të vitit 2023, ministri i atëhershëm i mbrojtjes Sergei Shoigu paraqiti një plan për të rritur numrin total të forcave të armatosura ruse në 1.5 milion personel, një rritje prej 150.000 nga madhësia e tyre në fillim të luftës ndaj Ukrainës. Putini pretendoi se ky synim ishte arritur në fund të vitit 2024, por të hënën, shefi i shtabit të mbrojtjes së Britanisë së Madhe, marshalli Richard Knighton, sugjeroi se në realitet bëhet fjalë për afro 1.1 milion trupa. Megjithatë, sapo të ndalet hemoragjia si pasojë e luftës në Ukrainë, nuk ka dyshim se rusët do të vazhdojnë të përpiqen që të arrijnë këtë objektiv të ri. Megjithatë, do të ishte e rrezikshme të nënvlerësojë aftësia e rusëve për të përvetësuar këto mësime dhe për të përshtatur me rrethanat. Ironia është se ndonse trupat ruse që shohim në videot e medjave sociale duken si Endacak dhe Hajdut, duke sulmuar në këmbë ose me motocikleta linjat ukrainase, në praktik, siç e ka paralajmëruar edhe Knighton, Moska po ndërton një ushtri të madhe, gjithnjë më të sofistikuar teknikisht dhe që tani ka një përvojë të madhe në luftime, siç paralajmëroi një zyrtar i Ministrisë Britanike të Mbrojtjes. Mënyra se si rusët po mësojnë është shpesh e ngafët dhe pa shumë vlerë, por po bëhet gjithnjë më e shpejtë. Ne jemi ende duke e kuptuar revolucionin e dronëve rus, por është fakt që tani ata po ja dalin ban. Sigurisht, aftësia është vetëm një pjesë e ekuacionit të kërcënimit, ndërsa pjesa tjetër është qëllimi, duke lënë më njanë retorikën agresive nga ekspertët dhe politikanët e dorës së dytë. Nuk ka asnjë ide të qartë nëse Putin ka ndonjë dëshirë për të sulmuar NATO-n. Megjithatë, shkruan The Paper, ai ose një pasardhës i tij mund të jetë edhe më agresiv dhe i pamatur. Sidoqoftë, ironia është se një paqe e vonuar në Ukrainë do të krijojë mundësinë që Rusia të rivendosë ushtrinë e saj në kufit e NATO-s dhe të investojë në zgjerimin dhe modernizimin e saj me 6% të prodhimit të brendshëm bruto që po shpenzon për sigurinë. Siç më tha një oficer i ushtrisë finlandeze muajin e kaluar, ne duam paqe, por paqja për Ukrainën do të thotë më shumë shqetësime për ne të tjerët.